Ish kreu i SPAK Altin Dumani dhe disa prokurorë të tjerë të kësaj strukture do të lëvizin në masa të rrepta sigurie. Kreu i ri i prokurorisë së posaçme Klodian Braho ka bërë një kërkesë në KLP për të rritur numrin e truprojave për Dumanin dhe disa prokurorë të tjerë, përfshirë prokurorin Dritan Prençi. Mësohet se Komisioni i Mbrojtjes pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë e ka miratuar kërkesën dhe do të thotë se do të ketë më shumë siguri për ta. Nuk dihet nëse ka patur rast konkret kërcënimi, por fakti është se Dumani ka qenë shpesh prej sulmeve dhe akuzave, por tani ai nuk ka më peshën e dikurshme. Ndërkohë Prençi ka në dorë disa dosje të bujshme, ku më kryesorja është ajo e abuzimit me rrugët. Pak ditë më parë dhe i qeveria mori një vendim, u zgjati periudhën e mbrojtjes për ish kreun e SPAK nga 2 në 3 vite pas mbarimit të mandatit. Po ashtu, vetë SBA po kujdeset për sigurinë e prokurorëve të SPAK. Ambasada e SBA njoftoi pak javë më parë se 8 anëtar të gardës që shërbejnë kryesisht për sigurinë e Altin Dumanit dhe prokurorëve të SPAK janë thirrur në Budapest për një trajnim special nga Shërbimi Sekret Amerikan. Po ashtu ambasada bëri me dije se do të ofrojë pajisje për të rritur sigurinë e prokurorëve të SPAK. Shtetet e Bashkuara ndihmojnë në mbrojtjen e atyre që na ndihmojnë të luftojmë krimin e organizuar. Së fundmi 8 anëtar të gardës së Republikës, të cilët ofrojnë shërbime për mbrojtjen e zyrtarëve të qeverisë shqiptare, përfshirë prokurorët e SPAK, kryen një trajnim taktik të nivelit të lartë nga Shërbimi Sekret i SBA në Akademinë Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjeve të Shteteve të Bashkuara në Budapest. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri gjithashtu ofron pajisje taktike, është krenare që zhvillon trajnime të rregullta me individët e guximshëm që mbajnë të sigurt zyrtarët e drejtësisë në Shqipëri. Theksonte ambasada, vetë Braho në kërkesën e tij shprehur se ka presion në rritje ndaj prokurorëve. Por realiteti është se në fakt Dumanit po i dalin skandale pasi doli hapur se ishte nën shoqërinë e një personi të dënuar.